Përshëndetje, mirë se erdhët në videon time, unë jam Blerina. Unë veç sa u lava, punë të mëngjesit i kryva, se u qova pak e zvonën, sakt. E kum që djali në shkolla dhe ju marrë i akum fut gjumë, se prom dishka nuk më ka zonë gjumi deri vonë, edhe sot në fitness nuk shkova, se nuk mujta më shku. Erdha në shpi, flejta pakës, mas në u qova jo i kryva disa punë, jo piva kafe, jo qështu, jo hina u lava, edhe qtash ta qeli kamerën. Tja nisi video se paraj ka njëherë t'i terim shpejt flokët edhe duna mja njës drejkës, mas ne. I pa ta vlet qëto dy produktet për flokë, kjo nuk më ka pëlqy shumë, nuk e di pse nuk më pa asnjë efekt të kë, po kë ishtë tepër mirë. Kjo ishtë mirë edhe kur jenë deti, mi përdor, ti mbron prej krypes, prej nxehtësisë, prej klorit, asnjë san nuk e ki 100% që është tepër i mirë, po qështu sa mu mashtru pakës. Duna mi prej flok në i dit, po nuk jom ka di qysh mi prej. Ja ka nis këto majat shumë e mu dam tu. Edhe s'kom qare pa i prej, po më ndoj mi shkallzu pakës, po jo edhe shumë në ashta. Ta hidratojmë pakës lëkurën. Kum bleni ditë që të serumin të Tike Max. Gati 2 javë kum nis mi përdor. Nuk mi me thonë që pëshonaj efekt. Ka përmbajtje të kollagenit. Ka çmimin e lirë edhe e ku marrë mi provu. Pja bëja detin pakës e përdori zakonisht këto të rrath të syve, ku ma shumë i kemi problematikat edhe këto onash. Gjithashtu edhe pakës të bolli. Edhe këta jam të përdorë kohëve të fundit, ma hidraton shumë mirë lëkurën edhe kaq. I kum porosit edhe disa krema, jam të prit më ardhë, edhe ta shojmë, edhe ato më pëlqejnë shumë. Janë të kësej firmes Olay, mu kanë sos, e kum pas edhe serumin e kësej, edhe kit kremin, kështu që e kum marrë 2-3 llojet kësej tash, e kum zavendësu edhe këta, po e kum marrë me SPF 30, plus 2 krema tjerë që është retinol edhe një tjetër për gjatë ditës që është me disa lloj vitamina edhe një serum të kësej firmes. Ajo firma që kum porositur ne kanë shumë porosi edhe ma kanë shkru që vajnohet pakës, se janë edhe disa produkte tjera aty, kështu që kum porosit aty edhe shampona, sene që mbyen edhe vajnohet pakës, po për momentin i kam qëto që jam të i përdor. E kum pas ble edhe kit kremin CeraVe. O konë për lëkur that edhe shumë that, po jo, nuk më ka pëlqy hiq. E kum përdor se nuk i gjuj për gjatë ditës kështu. Po nuk është që më ka pëlqy. Ma e mirë është kjo se kjo. Për me ta hidratu lëkurën, ma e mirë është kjo. Ti terim flokët edhe shimi për pak. I tera edhe flokët. Kjo masha e Dysonit. Nuk e di, nuk përdum ju thonë që bleni ose dishka, po i drejton super mirë flokët edhe nëse i kapi ose dishka, nuk e prishet forma. Është tepër i mirë. Investimi më i mirë që kum bote flokë janë këto të Dysonit, se seriozisht përpara shumë i pa ta damtu. Nuk po them që kjo nuk t'i damton hiq, po është ma e lehtë se ato mashat e tjera. Sigurisht edhe me këto mas një kohë dëmtojnë flokë, po jo si me ato mashat. Po që të veshna edhe t'ja nisi mi bo drejken.
E kum ble qëto një ditë te Penny. Ish për kumpira, thash ta provoj sot. Nuk e dija që e s'krejt, vetëm pakës, sa për shije. Ka që ja qita. S'ke di edhe pak smashta. E qes pak vaj ulliri. Pakës kryp. Pakës biber të kuq. Edhe pakës biber të zi. I përzijim këto krejt bashk. Atëherë unë i ndova këto në 2 pjesë. Këto kumpirat këtu i lash veç, edhe këto kumpirat omen me këto karrotat i dova veç. Tash më janë shumë me një, ta provoj qështu. Pse të në herë dhura vjen ofër me kur unë e duna mo vesh më shku diko? Ha? Shkaj mi marrë Leonin për shkollës. Ha? Ku Leoni? Leon? Hajde, hajde të bora. Erdhë vakti më shku mi marrë djalin për shkollës, të veshna edhe të nisna. Kështu që vishemi dhe ikim. Bluzen e majta. E vesha qëta. Unë ova mi vesh qëta se s'jom ka di hiq qëfar kohë është. Së jam ilon qelë. Ilo qelë marrë. Që qëndën edhe shkojem ta marrë. Mertë posta, po ndo këtë kom porosit dishka gabim. Ta hapim bashkë ta këqyim shka kom porosit. Kum do ashtë mi vlet disa piktura që varën të muri. Edhe në konë malësi 50 me 100. Po me sa pisha, me sa pisha jenë shumë luga. Hej, kuku nëna jenë. Qa mua lipi. Këto janë. është shumë e vogël si piktur, është tepër e vogël, nuk e di
Ka pas ka ndodhë, nuk e di pse. Paketimi ka dy nga këto copat, njëjta. Po një ku marrë edhe dy tjera që janë ka dy kështu. Kanë unë koridor mi vjerë kështu disa piktura që janë masit madhe. Po me sa pisha i janë shumë të vogla. Nuk e di. Duna do të qysh mi këtëri se nuk për pëlqejnë hiq. Pra është një paket edhe kjo tjetra e njëjtë që nuk pëlqeli hiq. Se janë njësoj. Gjithashtu edhe burri kish porosit diçka këto fije të vogla. E ka porosit edhe një kësi, nuk e di pse, për energji kur të shkon në fitness. Kur të bën fitness. Kështu që këto dyja, unë jam të e prit edhe një paket tjetër. Nuk jam ka muj me dal për qase paketës se ata që e bijnë paketën janë jo shumë të mirë. Nëse nuk jenë shpet, thjesht alojnë atje për jashta. Edhe këtu është banesë, është shumë e madhe, ka shumë njerëz, sigurisht kanë ndodhur që edhe i kanë marrë, i kanë vjedhë paketat e tjetër kuj. E kam shumë të rëndësishme qatë paketë dhe më nëzi për pres marrë, për ma që sot vjen. Thjesht atë nuk qëtë kur vjen, tek vjen edhe vetëm shkruan që e kanë dërgu, unë nis marrë edhe nuk dihet kur vjen. Kështu që unë qëto as fshise nuk po moj mirë shu, vetëm pakës plunat jam të i marrë, se po tham nuk e në i zile në dishka. Edhe jam të i fshi vetëm pak plunat, si të mbjajo paketat, duna më shku me ble pakës herq, se e lash me bo sot makarona me mish blun. Për mu e për burën shpageta, për djalin se nuk i han shpageta, tash pja boj makarona ti. Po duna më shku me ble mish blun se nuk kisha, nuk kam. Kështu që jam të e prit qatë paket me marrë edhe më shku me ble pakës herq, se meta qëto në shpi. Ma në fund, erdhe dhe kjo paketa që keshtu e prit me nëzi. Ta hopim bashkë edhe ta këqyim se shakun porosit. Po marrë këto brushat që janë i vendos të fërqa e dhombe. 12 copa, se nuk kanë hargju krejt, i pa ta blej her shumë edhe bora 9. I pa ta blej her shumë edhe mu pa të në hargju krejt, kështu që e mora edhe një paket. Masme të kjo kesja këtu, janë disa detergjenta për shpe, edhe dy tjera janë kështu si për, janë aroma kështu për kauqa ose për veshje. Është një kështu për banjo, do këtë dyjat janë për banjo, nuk e di, po. Janë kështu për mi pastru banjon. Spray. Këto dyjat janë për kauqa, është antibakterial. I freskon kështu kauqat ose edhe kjo tjetra. Kjo është arom, po është e lejushme edhe për kafsh, pra i freskon gjithashtu edhe kjo këto ambientin e shtëpisë, tepijat ose kauqat, shka do. Pjesën tjetër është një shampon i trupit i për burrin edhe për djalin, është kështu 1 litërsh. Mas në kështu të kësaj firmes nuk e kom përvu asë njëherë, po e morëm kësi heri. E mora kësi heri, është e kësaj firmes Olej edhe është me vitamin C. Nuk e kom përvu asë njëherë, pi provoj edhe paska erën të tepër të një. Mas në e kom marrë një serum, edhe këta nuk e kom përvu asë njëherë, po është review të mira për këta. Edhe tash shojem për flok dëmë tunë kështu, për maja ose. Nuk e di, duna mi këqyrë mi ledzu ma thellësisht se për shka është taman. Këtu ku ka një spray, deo spray, e ka marrë këta për djem. Masne, unë i ku marrë këto 2 shampona që i marrë gjithmonë, kësaj firmes Pantene, nuk e di pse, po jëm ratu me këto, edhe i mora pak ma shumë. Janë ka 1 litër, se kjo të gatë pargjohen shpejt. Mas ne ku marrë këta, është për pluna, vanon të kjo është taga, kom kitë shtagën e kësaj, edhe me këta i marrë plunat, është shumë e mirë. Kjo është e burrit, e ka marrë mdo këtë për mjekër, për mja zbut mjekrën. Tjetër, këto janë disa kolodonta. Këto dyja janë zbardhus për dhomë.
Edhe kjo antibakterial për mishin e dhombe është shumë e mirë. Janë të mira edhe i mora edhe këto. Edhe për pushim gjithashtu na vjen mi madh. Masna e tjerat janë këto që kemi porosit. Unë një burri ka marrë këto për imunitet. Unë ka marrë për energji. Është me vitamin B12, B2, C edhe magnezium. Masna e ka marrë edhe një aromë kështu për shtëpi, që është kështu me rrymë, që vendosë aty te aparati vet. Një paj për pastrimin e dhombe kështu onash. Tjerat janë kremat e mia. I kom porosit apet kësaj firmes Olej, po i kom marrë disa tjerë që kishin pas pru atë. I kom marrë këto që halo nuk e kom përdor. Më pëlqej shumë se i shkon me 5 vitamina ose efekte. Plus e kishin këtë SPF 30 që të mbron edhe prej diellit. Masna e kom marrë një retinol, që këto e kom përdor disa herë edhe më ka pëlqyer shumë, atë tepër i mirë. Kushton pakës, po janë tepër të mirë. Masna e kom marrë edhe një serum që i kom bo bashkë me këtë kremin edhe këtë serumin këtu bashkë. Thash ta provoj. Edhe kjo është gjithashtu me vitamina, më pëlqej shumë. Ta shohim nëse janë të mira, më ju tregu nëse ju interesojnë. Dhe për fund është edhe një krem kështu që e kum pas, që më ka pëlqyer. Kjo e kish një të mirë që mundesh mi ble vetëm mbushjet, s'ki nevojë mi ble, pra kushton 2-3 euro ma lirë. Që masi ajo më ka sos, ja kum ble këtë mbushjen tjetër. Po këto kum ble me SPF-n që kanë atë e patarujt ekstra këto të fate. Po për tash, du mi përdor këto dyja, pra këto edhe këtë retinolin. Retinoli është vetëm për natën, pra është night krem, kremi natës. Kështu që i kam këto dyja bashkë, këto gjatë ditës, këto gjatë natës, edhe perfekt. Pim ledhi krejt qëto kartonat, shka i bona. Gjithashtu e kemi eleboren këto. Une u vesha, u bona gati, për shkoj për blej pak e s'harq. Kë vesha qëtë këmishen. Kjo këmisha u konë shumë e gati, deri qëto. U konë kështu, nuk e di, e ka pas qatë model, edhe nuk e m'pëlqej se shumë e gati, kështu që sëden me ngjes e kum kap edhe e kum shkurtu. Edhe që sa lezej që mu dojlë. Yes, është punimi jam, e kum këthy këtë pjesën këtu poshtë. As pari e kum prej atë pjesën që pata mja hek edhe këtë te gelin e kum këthy pakës kështu për fundi. Edhe yes, qështu. Shumë bukur vdojnë. Kështu që dhe isha kështu mi shti për fundi, se për jashtë kështu së më pelqenë. Por këtu të durt edhe kështu të jaka e ka modelin shumë të lezeqëm, gjithashtu këto vijat që janë si ngjyrë vishnje, po pak ma e hapne edhe me të bardhë. Po e ka modelin shumë të lezeqëm, si këmish kështu. Për shkoj për ble pak e s'harq edhe për vinë shpe, mas na i shpejt mi bu drejken, se sot djali është ka më shku në futbol, besoj që qanë burri sot une nuk du më shku, une dal mas na i ma bon që es qenin me shëtit. Edhe shkojmë shpejt, thash shkoj dhe në revet, marrë pak e s'mish, edhe buk shpesoj që ka me t'hala, që si atë bukën që e marrim na. Nisna edhe shimi kur të vinë shpe. Sa erdha, i bleva që ato shka e mvyshin sot. Kjo të regoj shka bleva, një buk, mas pari keshte reve. Bleva, shkova për mi ble kitë bukën, të jo bekeraj atë. Po nuk kish met, nuk kish pas kështu se marrë krejt madhe. Shka i pat atë disa copa ja morra, i morra që ato, kështu që mas në tjetër një buk kështu për tast, një Coca-Cola Zero, si akullore morra se është shumë e mirë, kjo me pistaci, do është alo me marrë po ishin sos. Vetëm kjo, vetëm kësi s'kish pas mo veç një e fundit. Tjerat nuk mi kona, vetëm kjo ishtë perfekt. Mish blun morra të rejve aty, pakës, sa për sot. Edhe një pastan. Të rejve morra, i shkon €11 kilja, kështu që më ra 6 euro gati qështu. Pak ligjona, një salat, një argeta,
Kështu jam morra burrit sallama, janë pak ma dietale se ato normale, edhe i pëlqejnë kështu. Kërpurdha, kës, të qoha i morra, një kashkavall, patligjona, tash pi bëj sosin e shpagetave bolognese me patligjona, sosin t'javoj. Me patligjona kaze. Një ufull, se nuk ka sos, një kryp, kështu një djath, je i pëlqen djalit. 2 litra qumsht, edhe një ananas. Gjithashtu e mora edhe këtë perzilin për tesha, për mila tesha. Për atoj edhe pjanisi shpejt e shpejt të rrekës. Sot është e dille. Burri bashkë me djalin ju shku në futboll edhe unë tash marr qenin edhe të dali pak me shëtit. Kështu që thash t'ju tregoj reagimin e Borës qysh kur i tham unë hajde me dal edhe qysh reagon ajo. Kështu që qyrni dhe ju çfarë reagimi bën.
So ka qef me dalë. Okej. Unë që tash, jam ka du me dalë. Bora, për vjen me dalë. A dojnë me dalë, Bora? Bora është në dhomë të fjetjes atë. është ndritare. Dhe... Ha? Okay. Tash komunikon që shto ma mu. Ha? Shka u bo? Thiri kusha? Po, që shto gëzoj. Ha? Hajde qëto? Hajde këto? O, ka dole. Ullu. Ani, ullu. Ullu, bravo. A, ma jep dorën. Okej, ja. Okej. Tash vetëm prej. Ja. Ti nuk më hajde qëtu. Hajde qëtu se ma arzove telefon. Okej, qona të veshna. Edhe nisna me Bora. Edhe dalim pakes. A dojnë me dojnë? Ha? A dojnë me dojnë? Ha? A dojnë me dojnë, Bora? Ha? Po? Qa për maqë? Okej, hajde. Shëve piske? Shëve piske? Okej, hajde. Sa bukur e kemi këto vellin me hecë. Këto e kemi rutinën tonë që vijim çdo ditë. Edhe Bora ka mësu rrugën. Nëse najher e ndroj rrugën, shkoj dika tjetër, kjo rrinë më këshyr nalet. Nalet edhe më këshyr, thot, e ka të më shku të këma e kemi rrugën. Se më mësu vitë që këma e mira. Hajde Bora, Bora. Kap. Hajde këtu. Sot pas kënë ndalë tanë me qanë. Dhe disa qanë janë të mirë që Bora i ngjenë. Mundet më afru Bora, po kjo nuk përdin më rujtë se ka disa qanë të egrë që nuk dojnë më afru edhe duhet ka një herë mi lidhë. Se kjo ka qef me shku me lujtë. Se i pëlqenë që shto qanë. Des për qanë. Kjo. I ka dojnë gua qysh që tash. U lodhë. Më nova mja bo një shëtitje ma të gatë, edhe qysh që tash u lodhë. Kur është pak e zëndzejt, lodhët pak ma shpejta. Hajde, Bora. Hajde. Jemi lodhë. Na sa erdhe më në shtëpi, ja lava kom të Borës edhe e bona një kafe, tash ta pi se jemi lodhë shumë. U bo shumë nxejt edhe më nxej në ardhe në shtëpi. Edhe i ra shumë gatë, kemi bo ja 1 orë gjys 2 rrugë, qatë shumë jemi lodhë. Jëm detyru këta mi kap një herë se s'me kemi hecë. Edhe qëto hi për fund një karikës edhe se nuk ka qef me najt vetëm. Shtërit qëto. Kudo që jemi bjen. Do që ta shijojnë pakës kafen. Sot është e dille që shtash edhe djali ka pas sot turnier. E qoj sot burri se pak pushim. Kanë turnier sot edhe turniri zgatja 6-7 orë. Ka 10:30 jëm dalë pi shpis edhe besoj që sonte din 8 janë aty. Kështu që unë për veti nuk jom ka di shka më bo. Mas i shkun ata unë i ratova pakës shpinë. Edhe dola që shëpat me hecë me Borën. Tash qëto nuk pëdia që shka me bo. Pi përfundoj edhe këtu videon. Nëse ju pëlqen kanali jam, mos harroni mi bo një subscribe. Ju falenderoj shumë nëse më keni pa deri në fund. Na shihemi herën tjetër. Tung tung.